të dashur tetovar, sepse tetove në nëzorëm nga errësira në dritë, e shpëtuam nga kolapsi, e transformuam dhe e zhvilluam. Fituam sepse tetova po bëhet me stadium të ri, bulevard modern, sherrë dhe shkolla të reja, salla sportive e pishina. Ne fituam shumë e dashur Tetov, sepse përgjysmuam borxhin e komunës, e futëm qytetin në binar, sepse Tetova është gati për kapitullin e dytë. Një zë për Tetovën. Voto numrin 7. Të dashur tetovar, sepse tetovën e nëzorëm nga errësira në dritë, e shpëtuam nga kolapsi, e transformuam dhe e zhvilluam. Fituam sepse Tetova po bëhet me stadium të ri, bulevard modern, sherrë dhe shkolla të reja, salla sportive e pishina. Ne fituam shumë e dashur Tetov, sepse përgjysmuam borxhin e komunës, e futëm qytetin në binar, sepse Tetova është gati për kapitullin e dytë. Një zë për Tetovën. Voto numrin 7. Të dashur tetovar, sepse tetovën e nëzorëm nga errësira në dritë, e shpëtuam nga kolapsi, e transformuam dhe e zhvilluam. Fituam sepse Tetova po bëhet me stadium të ri, bulevard modern, sherrë dhe shkolla të reja, salla sportive e pishina. Ne fituam shumë e dashur Tetov, sepse përgjysmuam borxhin e komunës, e futëm qytetin në binar, sepse Tetova është gati për kapitullin e dytë. Një zë për Tetovën. Voto numrin 7. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlësh për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithëndej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Ka me ndryshu, i avlen këtë zë me dëgju.
kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. E dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlësh për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej, një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë, ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson, vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. E dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlësh për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej, një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë, ky zë na afron. Një zë që kërkon
ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, I avlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë
që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Nga sonte nuk e di a ka ngel edhe ndonjë që ka dyshim në fitoren tonë të madhe që do e bëkorim në ditën e diell me 2 nëntor. Nga këtu dua që të përshëndes Forumin Rinor, një zjarr i cili asnjëherë nuk shuhet në Vlen. Forumin e gruas që ka qenë motori pandalshëm, gjithë degët, shefat e shtabeve, përzemërsisht t'ju falenderoj në emër të shtabit lokal në Tetov për këtë kontribut, për
tanë këto ditë të cilët kemi bërë fushat, tani më na kanë ngelur vetëm edhe 48 orë deri në fitoren e madhe. Dhe atë fitore që e bëm me 19 tetor nuk ka dyshim që me 19 tetor nuk ka dyshim që me 2 nëntor do arrijmë që do defishojmë dhe do e rrisim diferencën që do e bëjmë dhe fitoren plebiscitare dhe për një herë për gjithmonë do i themi atij zullumi që përfundimisht të largojmë nga vendi jonë dhe punët të cilët i ka nisur kryetari Kasami do vazhdoj edhe në mandatin e hovin cilin do e jep Tetovës. Falenderojmë liderët e Vlenit të cilët kanë ardhur këtu dhe kanë mbështetur këtë marshin fitues dhe gjithë militantët, gjithë aktivistët e Vlenit, edhe një herë ju falenderoj përzemërsisht, mos u ndalni edhe këta 48 orë që të rrisim diferencën e fitores dhe të tregojmë që tetovarët din të votojnë ata të cilët punojnë, din të votojnë ata të cilët 24 shtatë kanë qenë të përkushtuar për qytetin, jo ata të cilët për 20 vite e zhvatën, jo ata të cilët për 20 vite ketë shpërdorën institucionet, jo ata të cilët bën pazare në kuristë të tetovarëve. Do të votojnë me 2 nëntor opcionin i cili ka punuar për 4 vite me radhë dhe në mandatin e dytë do i jep hov dhe zhvillim Tetovës. Ju falenderit gjithëve, tani do i jap fjalën shefin shtabit në nivel qendror dhe më pastaj do i drejtohen edhe liderët. Ju falenderit edhe një herë përzemërsisht gjithëve. Shihemi në natën e fitores pikërisht këtu me 2 nëntor. Falenderit. Mirëmbrëma Tetova, të nderuar aktivist të forumit të gruas, të forumit rinor, të nderuar aktivist nga Likova, Ndollnen, në Dibër, në Struk dhe në gjitha komunat ku garon Vleni, ju falenderit nga zemra që ishi ushtarët e palodhur që na sollët fitoren e madhe kundrejt zullumit 11-1. Vazhdojmë fuqishëm me dinëntor në fitoren që na pret që të fitojmë në çdo komunë ku ne garojmë dhe ta dini që nga raundi i parë sistemi i zullumit i lakit është error, nuk funksionon. Andaj për ju ka mbet sonte vetëm një detyr që ashtu si keni qenë aktiv gjatë gjithë këtine muajve në fushat, t'i ftoni gjithë aktivistët, të ju bëjnë ftesë secilit qytetar antar që graviton në komunat ku ne garojmë, të dalën masovikisht të votojnë, sepse fitoria është e padiskutueshme në anën tonë. Pasi që ne jemi me ju, jemi me popullin, jemi me të vërtetën, jemi me moralin, jemi me familjen shqiptare dhe andej është zullumi, andej është korupcioni, andej është amoraliteti, andej janë ata që shanë nënat shqiptare, andej janë ata që përdhosën derin dhe dignitetin shqiptar, andaj i bëj thirrje dhe Bajram Rexhepit. Dil bënu burr dhe distancohu nga bashkëpunimi i Levicës dhe distancohu nga ato sharjet e blerim Bexhetit dhe Musa Xhaferit. Për ndryshe 0 vota do të kesh nga tetovarët. Dhe nga dinëntorit ta dini se ajo selia gje që ata e kanë shpall harem nuk do të figuroj më në Tetovën ton heroike të ndershme dhe krenare. Ju falemderit, na prifte mbara fitore. Ftoj tani në emër të forumit gruas së Vlenit ta përshëndes këtë tubim zonja Meral. Urno Meral. Falemderit. Mirëmbrëma Tetovë, të nderuar bashkëqytetar, të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni t'i përshëndes liderët e Vlenit, zotri Mexhiti, zotri Arben Fetaj, zotri Zekiri, dhe në veçanti përshëndes njeriun që ja ktheu shkëlqimin Tetovës, zotri Bilal Kasami. Shkëlqim i cili u humb 20 vitet e fundit derisa BDI ishte në qeveri. Të nderuar të pranishëm, këta zgjedhje
nuk është garë vetëm për kryetar komunës. Këta zgjedhje janë zgjedhje që përcaktojnë vendin tonë çfarë kahje politike do të merë. Këtu i kemi burrat që janë simbol i ndryshimit, simbol i zhvillimit ekonomik, simbol i qeverisjes së ndershme. Andaj, ne si nana, sidomos juve ju drejtohem të dashura nëna, motra, që duam më të mirën për fëmijët tanë, që duam të sigurojmë një jetë të sigurt, ku do të ketë punë, do të ketë arsim, do të ketë zhvillim, që të rinë fëmijët tanë këtu, që mos të shkojnë larg në mërgim, ashtu si që bëni BDI për 20 vite, ta votojmë Vlenin, ta votojmë Bilal Kasamin në raundin e dytë, dhe ta vullosim fitoren e Vlenit dhe një herë për gjithmonë t'i themi jo zullumit që e patëm për 20 vite. Na priftem bara, dalim dhe votojmë Bilal Kasamin dhe Vlenin në 2 nëntor. Mirë mbrëma Tetov, të nderuar rinista, zonja, motra, nëna të forumit të gruas, tetovar të dashur, miqtë e mi të Vlenit, është ky i vetmi fjalim që më kanë rrok pak emocionet, t'ju them drejt. Me gjithë ato fjalime, sonde ndihem më emocional se kur. Kjo sepse në nëntor të 2023-ës ne filluam një rrugtim së bashku, një lloj udhëtimi pak të vështirë që kërkush nuk besonte që do vim deri këtu. Dhe unë besoj thellë që nervoza, agresiviteti i BDI-s, AKI-s, edhe i shumë të tjerëve është pikërisht sepse nuk e kanë besuar që disa një grusht burrash të vegjël në fuqinë politike do mbrin të bashkohen që një mision thujse i pamundur të shqiptarët, edhe do mposhtin pushtetin 23 vjeçar i kapur si kanxhat pas shtetit ku jetojmë ne. Këtë nuk kanë mundur ta besojnë edhe nuk na pranojnë ende. Pikrisht kjo i tërbon edhe i ka bërë këta kaq agresiv. Korupcioni që ata e kanë, privilegjet të pamerituara, nepotizmi, pasurimi i tyre, fëmijët në përshkolla private e pacientët në përspitale private, gjithë to privilegje, heqja dorë nga këto i ka bërë të tërbuar. Ju lutem, me një vot në 19 tetor, e dham kundër korupcionit, e dham kundër mungesës të investimeve, e dham kundër gjithë kësaj në përkëmbje, kundër gjithë emigracionit dhe shpopullimit shqiptarve. Më 2 nëntor, ta bëjmë ndryshimin historik, edhe me një vot, ju lutem, edhe me një vot. Ta bëjmë ndryshimin historik, sepse ja vlen, duhet ta dumi vetën, neve vlen gjithë. Ju falimderit dhe na priften bara festofshin në 2 nëntor të gjithë ne si shqiptarë. Ju falimderit. Të nderuar motra, të nderuar vëllezër, e vëreni se për shumë shkurt kohë treguam që ja vlen. Ja vlen për 1 vjet e gjysmë të tregojmë që vërtet qytetarët vlen të besojnë në politikat dhe politikbërjen e Maqedonisë. Treguam që për shumë shkurt kohë të bërurit politik me transparencë, krijimin e politikave të bazuara në nevoja, është rruga e drejtë e cila qytetarët e panë që është rruga për të na përkrahur. Dhe sot edhe unë si kolegu jam i emocionuar që për shkurt kohë arritëm që qytetarët të besojnë sërish në krijimin e politikave në taborin shqiptar. Sot ne flasim për vlera, për shkak se kemi vlera. Ato të tjerët nuk guxojnë të flasin për vlera sepse ju mungojnë. Flasim për vepra për shkak se kemi bërë vepra, të tjerët flasin për politikat mëdha për shkak se s'kan vepra. Flasim për nevojat e shoqërisë në nivel administrativ lokal, për shkak se dim ta bëjmë dhe treguam që në nivel qendror atë e bëjmë mirë. Kështu që sot ky tubim është qershia mbi tort, e cila do të tregon që rrugtimi i shqiptarëve në Maqedoni është i drejtë dhe me vlera.
Falënderit shumë që jemi në fitoren e madhe. Mirëmbrëma të gjithëve. Sonte po më vjen mirë që po e përmbyllim këtë fushat në një atmosferë kaq të bukur e festive, me këtë marsh të organizuar në mënyrë kaq të bukur e dinjitoze. Më vjen mirë që po e përmbyllim një fushat ku Vleni gjatë gjithë kohës ka folur për sukseset e veta në pushtetin qendror, për projektet e realizuara në nivel lokal dhe për ofertën e Vlenit në 4 vjeçarin e ardhshëm. Si asnjëherë më parë në të kaluarën në këto zgjedhje kemi dëshmuar se edhe shqiptarët kanë arritur një pjekuri të lartë demokratike që nuk e durojnë më gjuhën e fyerjeve, të ofendimit e të denigrimit. Ne i kemi falënderuar pafundësisht të gjithë aktivistët, forumin e gruas, forumin e të rinjve, të gjithë strukturat e shtabeve lokale e qendrore. Na kanë mbetur t'i falenderojmë edhe kundërshtarët tanë që kanë bërë betejën dhe e kanë humbur, por kjo është një garë ku fiton gjithnjë më i miri. Unë sonte nuk dua më ta zgjas për shkak se ne kemi pasur mundësi të mbajmë fjalime të gjata e të zgjatura. Ajo që më duhet ta them është që e thash edhe në tubimin e çajirit, pastaj u desh të ta përsëris, që të mos i bie se nuk u kam thënë. Të hënën kryetar i ardhshëm i komunës së Tetovës është kryetari aktual, Bilal Kasami. Kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë, bile më pak se aq që ne prapë të mblidhemi në këtë shesh e ta përurojmë kryetarin e ri e të vjetër, kurse deri në atë kohë detyra jonë është që kështu në mënyrë si që jemi sonte, por edhe duke i tubuar të familjet tona, edhe të dielën, ta dëshmojmë këtë pjekuri demokratike duke e votuar Bilalin, për shkak se ashtu si Vleni i pati 2 Dauta që sot u bën edhe kryetar të komunave, i pati 2 Blerima që njëri u bë me 19 e tjetri bëhet me 2, kurse Tetova ka vetëm 1 Bilal, urime dhe suksese. Mirëmbrëma Tetov, të nderuar vëllezër e motra. Tetova e Bilal Kasami. Pas një fushate të gjatë dhe intenzive, ku përballën 2 oferta politike dhe qytetarët patën mundësi të dëgjojnë dhe vlerësojnë kandidaturat dhe programet. Sonte jemi në Tetov që ta përmbyllim fushatën në të njëjtën frym solemniteti, feste e gëzimi. Sepse pavarësisht se kundërshtarët tonë politik u përpoqën maksimalisht që zgjedhjeve t'u japin karakter ultimativ dhe pavarësisht që në vazhdimsi punuan që të kthejnë ambientin nga karakteri garues në karakter luftues, fushata dhe dita e zgjedhjeve është dhe duhet qenë dita më e bukur festive e demokracisë. Prandaj, sonte në Tetov nuk jemi vetëm për ta mbyllur fushatën, por edhe për të hapur kapitullin e ri të klasës e re politike shqiptare. Kjo është klasa politike që punon dhe nuk flet, që realizon dhe nuk premton. Klasa politike që do të ndërtoj imazhin e shqiptarëve europian nga Likova deri në Pres. Jam sonte këtu jo vetëm për mikun tim Bilalin, sepse Bilali është i paarritshëm në këtë garë, por jam këtu edhe për të thënë se çajiret e Tetova janë 2 flamurët e kësaj fitore dhe kësaj historie të politikës shqiptare në vendin tonë. Nga e hëna, sfida jonë nuk është më AKI, sepse nga e hëna nuk do të din as sa janë e as kush janë, por nga e hëna për ne fillon një periudhë e re, ku shqiptarëve do u japim përfaqësim të ri dhe drejtues të ri. Ky është premtimi jonë më i madh, krijimi i perspektivës dhe të ardhmes për të rinjt, ndërtimi dhe rindërtimi i vendbanimeve tona, dhe qeverisje e përgjithshme, llogaridhënëse dhe që realizon detyrimet e marra.
të dyelën ky vullnet për ndryshim do të vulloset përfundimisht dhe do të legjitimohet fryma e re e liderëve modern që fjalën e dhënë e kanë amanet dhe nder. Faleminderit, festofshim e 2 nëntor. Falenderit gjithve, tani ftoj që ta marr fjalën njeriu i cili bën krenar çdo shqiptar, bën krenar çdo qytetar të Tetovës, ai i cili do të shënoj histori me 2 nëntor. Urdhoni fjala për ju, zotri Bilal Kasami. Mirëmbrama rinia që ja vlen. Mirëmbrama forumi gruas të cilët kanë qenë shpirti i kësaj fushate. Mirëmbrama Tetov. Mirëmbrama misafir, lider të Vlenit, të lëvizjes Arbëria. Mirëmbrama Tetov, mirëmbrama Tetovar. Ne sonte jemi këtu për ta përmbyllur edhe këtë 2 javësh të një aktiviteti intenziv të vizitës derë më derë të çdo qytetari. Prandaj, edhe këtu falemderit për përkrahjen të gjithë liderëve të Vlenit të cilët kanë qenë bashkë me mua në vizitat të cilat i kemi bërë në Tetov, në çdo derë dhe në çdo banesë që kemi trokitur. Çdo derë që ka trokitur, që kemi trokitur dhe na është hapur. Prandaj, ne sonte jemi këtu për të konfirmuar edhe një herë që ardhmja e shqiptarëve të Maqedonisë është Vlen. Vlen gjithkund ku udhëheq me komunat dhe do të udhëheq edhe në të ardhmen. Do të jetë një Vlen që do të realizoj projekte. Do të realizoj projekte për rinin, sepse rinia ja vlen. Ja vlen për gjithat angazhim që e ka bërë. Der më der, më hall, por më shumë ja vlen, sepse nuk pranoi degenerimin e funksionarëve të BD-s dhe sot ju a dha mesazhin se nuk e kanë vendin në Tetov. Të nderuar tetovar, sonte nga sheshi Iliria këtu në qendër të Tetovës, ju them falemderit. Falemderit 19.000 vota që i morëm me 19.000 tetor. Ata 19.000 vota ishin konfirmim i punës të cilën e bëm për këto 4 vite. Ishin konfirmim se Tetova dhe tetovarët e duan punën, e duan sakrificën, e duan angazhimin. Prandaj, me këto 19.000 vota ne shkojmë përpara, shkojmë që me 2 nëntor të tregojmë edhe atyre pak që kanë mbetur në anën tjetër, të cilët për çfarë do lloj arsye kanë votuar për numrin 4. Ju themi se kanë miliona arsye që me 2 nëntor të votojnë numrin 7, sepse numri 7 për 4 vitet e ardhshme do t'ju sjell zhvillim, do të sjell vende pune për rinin ton që mos largohen nga trojet e tyre etnike, do të sjell ekonomi, do të sjell më shumë kulturë. Për 4 vitet e ardhshme do të kemi stadiumin e qytetit ku kjo rini, këta tetovar, gjithë ata të cilët e duan Shkëndijën, do të mund të përcjellin lojrat edhe mbrenda, por edhe ndërkombëtarët të cilat i luan Shkëndija jonë. Nëse me 19.000 tetor, për punët që u bën 4 vitet e ardhshme, ne arritëm të sigurojmë 19.000 vota me 2 nëntor, për atë të cilën do të realizojmë për 4 vitet e ardhshme, ne do të arrijmë të grumbullojmë së paku 29.000 vota. Të dashur tetovar, rini e dashur, nana, motra dhe vlezër, nga sonte të vazhdojmë këtë kampanjë, të trokasim në çdo derë, të lusim çdo tetovar, çdo qytetar të këtij vendi, shqiptar, maqedonas, turq, rom dhe çdo kënd që jeton në këtë qytet dhe në këtë komunë të bukur, që të kërkojmë votën për zhvillimin e qytetit, për zhvillimin e komunës, të kërkojmë votë për më shumë rrugë, të kërkojmë votë
për më shumë stadiume dhe terene sportive, të kërkojmë vot për më shumë shkolla, të kërkojmë vot për më shumë qendra të kulturës, të kërkojmë vot për më shumë vende ku rinia jon do të kaloj kohën dhe do të tregoj kreativitetin e saj. Kemi një mision që të kërkojmë vot nga të gjithë, edhe nga oponentët tanë politik, sepse projektet të cilët i kemi realizuar dhe do t'i realizojmë edhe për 4 vitet e ardhshme, janë projekte të cilat do t'i shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Tetovës pa dallime politike, etnike dhe fetare. Kemi të drejtën e Zotit dhe të drejtën e demokracisë, që të kërkojmë vot nga çdo qytetar, sepse ne nuk kërkojmë vot për favore personale, nuk kërkojmë vot që ta blejmë dinjitetin e tetovarëve, ne kërkojmë vot për projekte të cilat do të përmirësojnë jetën e çdo qytetarit të këtij qyteti të bukur. Prandaj, unë nuk kam dyshim që me 2 nëntor fitoria do t'jetë e padiskutueshme, por kjo fitore do t'jetë bindse që për 4 vitet e ardhshme të punojmë edhe më shumë, edhe më fort, edhe më mirë, që për 4 vitet e ardhshme të kemi një qasje të re dhe një kuptim të ri për politikën. Një politik e cila ju shërben qytetarëve të saj, dhe jo një politik që i mashtron me premtime madhore dhe pastaj dalin përgjime të cilat tregojnë degenerimin i cili ka kapluar ata politikan. Politika kërkon njerëz të mirë, politika kërkon njerëz të cilët shërbejnë, politika nuk kërkon njerëz të cilët e shajnë edhe nanën edhe babën e vetë. Politika kërkon njerëz të cilët e din kë kanë nanë dhe kë kanë babë. Politika kërkon njerëz të cilët që shërbejnë qytetarëve të tyre, sepse ata qytetarë kanë shërbyer dhe i kanë pru ati ku janë. Prandaj, ju lutem për të mirën e gjithë qytetarëve të Tetovës, jo për të mirën time personale, që edhe këto dy që kanë betur të vazhdojmë, të angazhohemi ashtu si jemi angazhuar para 19 tetorit, ashtu si arritëm fitoren e pa diskutueshme me 19 tetor, me 2 nëntor, duke rrethuar numrin 7. Ne do të tregojmë se numri 7 do të jetë numër i cili do të sjell fat për gjithë qytetarët e këtij vendi, për çdo komunë, aty ku ka fituar vlen, që nga Çajiri, Araqina, Saraj, Tetova, Zhelina, Tearca, Bogovina dhe deri në Kërqof, deri në Struk, deri në Dibër, deri në Dollnen dhe gjithandej ku ne kemi fituar dhe kemi kandidat në raundin e dytë. Të dashur tetovar, ne sonte jemi këtu edhe për të treguar se kjo qeverisje tregoj se si organizohen zgjedhjet. Kjo qeverisje tregoj se zgjedhjet janë për kandidat të cilët ofrojnë projekte, ofrojnë moral, ofrojnë dignitetin e njerëzve dhe jo zgjedhje të cilat kërkojnë njerëz të cilët nuk ju shërbejnë qytetarëve, por shërbejnë interesave të tyre. Prandaj, me 2 nëntor kështu si sonte, do të dalim këtu në sheshin e Tetovës dhe do të festojmë për gjithë komunat të cilat i kemi fituar dhe do të festojmë për gjithë projektet të cilat do t'i realizojmë 4 vitet e ardhshme. Faleminderit dhe na prifte mbara dhe me 2 nëntor të festojmë bashkë. Tani, para se të shpërndahi, ju bëj thirrje që nga këtu mos të kthehej në shtëpi, por secili të marrë nga një obligim që të aftoj një mik, një shok, një familjar, një koleg, që këto 48 orë që na kanë ngel, mos mbes njeri pa më ja bë ftesën që ta rrethoj numrin 7 në Tetov, në Bervenic, në Bogovin, në Dibër, në Struk, në Dollnen, në Studeniçan, dhe pas 48 orëve do vim gjithë së bashku këtu për ta festu fitoren e madhe të Vlenit në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Na prifte mbara suksese fitore.
fituam të dashur tetovar, sepse Tetoven e nxorëm nga errësira në dritë, e shpëtuam nga kolapsi, e transformuam dhe e zhvilluam. Fituam sepse Tetova po bëhet me stadium të ri, bulevard modern, sherrë dhe shkolla të reja, salla sportive e pishina. Ne fituam shumë e dashur Tetov, sepse përgjysmuam borxhin e komunës, e futëm qytetin në binar, sepse Tetova është gati për kapitullin e dytë. Një zë për Tetovën. Voto numrin 7.